Besimtarët katolik në Korçë kanë festuar me përkushtime e devocion festën e Shenjtë të Pashkëve, duke marrë pjesë në meshën solemne të ngjalljes së Krishtit në qytet. Atmosfera ishte mbushur me lutje, këngë liturgjike e mesazhe shprese teksa besimtarët kremtuan fitoren e jetës mbi vdekjen. Gjatë meshës Dom Angelo Porello përcolli për të pranishmit lajmin e gëzueshëm të ringjalljes së Krishtit, duke theksuar rëndësinë e besimit dhe shurisë së shpresës në jetën e përditshme të çdo njeriu. Ajo u ndal tek mesazhi i kësaj feste, duke ftuar besimtarët të jenë më të bashkuar, më solidarë dhe të mbajnë gjallë vlerat e krishterë në shoqëri. Në këtë natë të shubërueshme, është ndrit me lavdinë e ngjalljes së Zotit, ngjallën e Krishtin tënd, irin e biresimit. Kështu që të përterirë me trup e me shpirt, ta kushtojmë shërbesën me zemër të pastër. Në për Krishtin Zotin tonë, në birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkime me shpirti shenjtë hyj për të gjithë shepit e shepjve. Amen. Alleluja, alleluja. Sa bukur kjo lajme që ka ardhur pas 20 ditë brenda kohë kreshme. Të vërtet në këto natë Krishti të ngjallet, në fakt është një natë e ndryshme, sepse vërtet Jezusi ka fituar mbi vdekjen. E kemi nisur në errësirë, kemi ndezur një zjarë jashtë, kemi dëgjuar një histori të gjatë nga bezlidhja e vjetër. Historinë e një hyjtë që nuk lodhet kur duhet të kërkuar njeriu. Dhe tani arrim te Ungjilli. Dy gra shkojnë te varri. Nuk shkojnë nga feja, shkojnë nga dashuria. Besimtarët morën pjesë në këtë ceremoni që mbetet një moment i veçantë shpirtëror për komunitetin katolik në qytetin e Korçës.